kishte kaluar, çfarë thotë, shkallën e parë kaloi me sukses. S'kishte kaluar shkallën. E kuptove që ngecë provimin. Tani, kush është situata? Ti e di, ti se imagjinon kur këtë gjë. Po e dyshoj. Ke prova, s'ka prova. Ku ta denoncoj? S'paku, po pse ta denoncoj? Po atë është në varësinë e tij. Ai e merr materialin tënd, e fut në xhep, e thot okay, po e hetojmë, Dhe kur ti je si gjyqtar për të marrë një vendimarrje, dhe nuk e indikuar nga askush, vjen ajo të thotë pa letra. Ma vetë kam dhënë disa letra ty këtu, po më duket se ke harruar. Vjen ajo të thotë pa letra, dhe i thotë atë të vendos po ta mbajtë. Pra, këto janë gjyqje që po zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Kështu është edhe letra që e man Altin Dumanin edhe bënte këto qoka të zotit Rama, sepse zoti Dumani është zjatimi i Asamblesë së Partisë Socialiste dhe unë nuk e them kot, është plot kjo gjë. Unë nuk them kot që zoti Sadushi është zjatimi i grupit parlamentar socialist. Nuk e them kot këtë gjë, sepse e them të bazuar, edhe nuk kam pse të shpif kur ata vet i bëjnë faktet vet edhe del rezultati. Të kam thënë që Altin Dumani do ta kesh deputet Partisë Socialiste zotëri. Ai njeri ka bërë vetes vet gati që të bëhet karrieristi. Po si mund të një postin të fundit dhe Edi Ramës në moment të fundit. I tha, nuk më bërët për të dytë këtë gjë që ju arrita, që edhe ju bëra fresk me 11 maj duke mbledh vota për ju. Mirë, edhe më bërët premtim që do të më zgjasni mandatin, nuk ma bërët dhe në fund fare firmosa edhe ju aleshova gjithë situatën. Kjo quhet pabesi juridiko-politike. Tani, sa i fort është zoti Dumani, të kuptoj, ndigjoj me kujdes këto që po të thëmë, që po ti ja ke bërë ati që është në pushtet, këtë gjë dhe ke quar në burg, një tjetër, kur të fillosh edhe ti të zbresë, se po zbret tani, a kupton? Do ta bëj edhe ty. Pse? Se do të bëj model, sepse ti për të arritur atë që arrite, ke bërë shumë gjuna, pra ke bërë shumë mëkate. Dhe personi që do të vi, do ta bëj qëllimisht ty, sepse ti ke kaluar nga ai person edhe e ke shtypur. Ore, fjalia e njerëzve nuk dalin kot. Bota është me rrota. Mos ja bë gropën tjetër se do ta bëjnë edhe ty. Por zoti janë të përdoru këta me njëri tjetër. Avokat. Njerë po thënë, këta të sistemit gjyqësor, gjykatës dhe prokuror, si të zakonshëm, si të posaçëm, janë të kapur me njëri tjetër dhe janë në konflikt interesi. Por në çdo moment njëri do t'ja bëj gropën tjetrit, se kanë konkurrencë të brendshëm. Avokat, ju bëri përshtypje dje transformimi i Ilir Metës? Nuk është transformuar sepse dëgjoj pak. Nga krau kur ti e ke pa, ka një xham tjetër, është pak më i trash, ai xhami. Nga krau, po të shikosh ka një video që e shfaq Metën nga krau përballë prokurorit. Ajo është pamje e Metës. E vetme gjë që Meta ka ndryshuar është që flokët i ka prerë më shumë pra në kuptimin që ka qenë duket qethur, pra te flokët, pra tek pamje e përpara ftyrës, ai duket ashtu, nuk ka ndryshuar, po ka një dobësim tek ftyra për shkak se është në burg o vlla. Në burg është vlla, është për pushime. Më kupton? Por po të shikoni pamjen reale të Metës, është video nga ku është prokurori përpara në këtë drejtim që e merr. Jo nga ana e atyre edhe nga ana atyre po prap duket pak keq sepse është xhami që vendos disa nuk jep një pamje të qartë xhami. Mirë, por për mendimin tim nga aspekti mendor shumë okay, në aspektin sigurisht fizik do humbësh kilo valla në burg je. Çfarë ku je? Vitamina D sigurisht është ndikues, sepse nuk të kam tjetër vazhdimisht, fjala e aerosjes, për këtë gjë është që njeriu duhet të ketë ajrim. Dhe këto burgj që bën në mes të qytetit, ajo këto paraburgime dhe burgje, prandaj duhet vendosur në burgjet në vende të veçanta që të kap
të gjithë kushtet e duhura shëndetësore. Por për mendimin tim zoti Meta është shumë rregull, pavarësisht se cili mund të thotë transferim. Okej, varet se si, sepse pash edhe disa abuzime që po mund të ishte nga aspektin e asaj që nxorën tek pjesa e videos, e kamerës, po nuk e di, është fut një kamerë brenda nga televizionet apo janë fut gjithë televizionet brenda sallës? Apo një kamerë kishte vetë futën të gjitha, po edhe gjejmë me një pjesë me celular, po në momentin e parë u futën gjitha ato 5 minutat e para, 10 minuta. U futën gjithë kamerat brenda sepse nuk kanë qenë aty. Po futën. Plus asaj që gjithë kishin celular në dorë, duke filmuar gazetarët. Po më mirë celular kishin në dorë, po përsëri nga ana e majt aty ku janë publiku, sigurisht nuk ishte e qartë. Por ka një kamerë tjetër nga përballë prokurorit që e kap, ajo është figura e Ilir Metës, ashtu është Ilir Meta edhe tek burgu. Pra, në atë kuptim. Avokat, po në Partinë Socialiste çfarë po ndodh? Më duket se ndje nga ultimatum Spiropalit. Po fol edhe një herë e treta për jashta. Shiko, zonja Spiropali për mendimin tim është ajo që ne kemi thënë, sfungjeri që do të thithi informacione. Pra, tani ideja është a do flas apo jo, a do ta provokoj për herë të tretë? Jo, do jetë sfungjeri sepse zoti Rama sigurisht nuk don të bëj përplasje të mëdha, pavarësisht se zoti Rama ka pushtet absolut. Ju e mani mend kur zoti Malaj dhe zoti Blushi para shumë vitesh që janë bërë tani në harres të historisë politike. Malaj po kandidon në Vlorë, por i kandidon. Tani politikët Partisë Socialiste, se edhe unë kandidoj edhe ti kandidoj, s'është problem aty, por puna është të Partisë Socialiste, pati mundësinë dhe guximin t'i përjashtonte edhe nuk pyeti për askëm. Ndërsa sot zoti Rama mund të përjashtojë çdo edhe nizën brenda Partisë Socialiste dhe përsëri mos pyesi për asnjë se i ka shifrat. Kjo lojë që bëhet shumë e qartë që zoti Rama të marrë qartë informacion nga zonja Spiropali lidhur me ngjarjet që ndodhin në brenda Partisë Socialiste. Po, në Partinë Socialiste ka zhvillime, ka problematika, ka ngjarje të rënda, por e vërteta është që gjithë situata që ndodh në vendin tonë është që Partia Socialiste është një parti e cila do shkërmoqet në të ardhmen dhe shkërmoqja që ka Partia Socialiste nuk shfaqet tani, por zoti Rama që të përballoj apo më mirë të parandaloj këtë fakt, bën që tani një lojë që të monitorisë situatën nga një person tjetër. Dhe rasti tjetër, vajta me taksi se më mungonte makina. Me këtë tallë shtimojzojnë vajte me taksi tek mbledhja e partisë, ku ndërkohë u krefi me gjithë ato makina luksoze. E kupton tani çfarë loje po bëjnë këta? Lojë duke u tallë edhe me popullin edhe me partinë e vet. Pra, s'ka mendoni nuk do ketë herë të tretë dhe përjashtim. Edhe një herë, loja e përjashtimit është në mënyrë rastësore të inskenuar për t'u arritur dhe në fund fare kur Rama do ta përdori edhe thotë që shnetet mira Elisa, do ta përjashtoj, por tani jemi tek loja ku e përdor dhe pastaj në momentin e dur e flan. Pse? Sepse vetë ja dhan autorizimit të Ramës këta që Rama t'i flak në çdo moment. Pra këta nga asnjëri prej tyre nuk ka guxim. As Elisa nuk jam ban, se nuk ka guxim. Lere çfarë thotë kështu, la djathtas majtas. Por e vërteta është që Elisa Spiropali për mendimin tim do të jetë në lojë dhe në sinhronizim të vazhdueshëm me zotin Rama për të bërë lojën e radhës. Elisa Spiropali pa PS-n është është askushi, është zero, sepse Elisa Spiropali vjen nga mjafti, nuk është se ka lidhje historike me Partinë Socialiste. Avokate, diçka keni vënë re që ndoshta vendikimi i ndërkombëtarëve për momentin nuk është aq i fortë sa më përpara. Mos ka dhe një tërheqje pak nga ata. Kush nuk është më i fortë? Ndikimi i ndërkombëtarëve, prania e tyre. Pra, Po, sigur e kanë lëshuar apo? Ndërkombëtarët duhet keni parasysh diçka. Ndërkombëtarët janë një institucion që punojnë për interesat e vendeve të tyre. Ndërkombëtarët do ndërhyjnë dhe kanë ndërhyrë në mënyrë të indirekte tek Partia Socialiste dhe zoti Rama,
Zoti Rama është kokë fort dhe ashtu siç ju kam thënë, frenat shtypi vet, gazin shtype vet, po pasojë do të vinë për ty. Zoti Rama nuk e ka menduar mirë se mendon se Shqipëria do të jetë gjithmonë e tij. Zoti Rama është dashuruar me karrikën e kryeministrit, është dashuruar me çdo karrike të mundshme të qeniut e tij pari dhe do ta ketë të vështirë të dalë nga kjo situatë sepse Zoti Rama në rast se humbet pushtetin do të jetë askushi në krahasim me Sali Berishën. Sali Berisha edhe pa pushtet frymëzon militantët e tij. Rama do paguaj lek të ketë militant. E kupton çfarë po them, kur është situata. Prandaj Rama edhe sikur të marri apo jo për krajen apo mbështetjen e ambasadorëve të huajve ose me radhë, përsëri Rama do jetë vulnerabël, është në një situatë vulnerabiliteti, për arsye se e gjithë kjo që po ndodh me të është tepër shqetësuese sepse po pengon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sikur është edhe vetë logoa ose më mirë slogani i Partisë Socialiste për 2030-ën. Duhet keni parasysh që ndërkombëtarët e kanë shumë qartë që Shqipëria me një parti nuk futet në Bashkimin Evropian, ndërsa shqiptarët dhe Edi Rama kanë një problem që mendojnë që me një parti shkojmë në Bashkimin Evropian. Po, qëndron në Bashkimin Sovjetik jemi dakord, kurse në Bashkimin Evropian nuk pret asnjëri se thotë më mirë të jemi në Bashkimin Sovjetik se sa Bashkimin Evropian, se s'ka kuptim fjalia bashkim. Avokat, për mbyllim me këtë, unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë falenderoj për ftesën.